Lala dhe një herë disa nga detajet më të rëndësishme, por nga ato që nuk janë thënë. Para e punës, ky njeri ishte i liruar, kishte mbaruar dënimin? Po, kishte mbaruar dënimin me 12 vite burgim dhe ka dalë në tetor të vitit 2024, sigurisht duke përfituar ulje dënimi për shkak, domethënë sepse ka kaluar nga njëri burg në tjetrin dhe kishte përfituar disa ulje dënimi derisa në fund fare u lirua me kusht. Ka qenë i dënuar 12 vite burgim për akuzën e gjobënjes në kuadër të grupit të strukturuar kriminal. Bëhet fjalë për ish Hotel Volgën në atë kohë që Emiliano Shullazi përmes kërcënimit kishte arritur të merrte 30% kësaj prone dhe ishin përfshirë jo vetëm Gilmando Dani, por edhe disa anëtarët e grupit të tij kriminal, siç ishte Endri Qyqja, Endri Zela e tjerë me radhë. Më rënd u dënuan atë kohë, pati një konflikt në momentin që u arrestua Emiliano Shullazi dhe për çështjen e zgjedhjes së rektorit të Universitetit të Tiranës dhe në atë kohë kanë qenë edhe pedagog shumë të njohur në kryeqytet, të cilët dhe rektor të cilët kanë dhënë dëshmi në proces. Ka patur një përplasje, nëse ju kujtohet, në momentin që u arrestua Emiliano Shullazi mes prokurorisë për krime të rënda dhe policisë së shtetit, sepse fillimisht policia refuzoi ta arrestonte, prokuroria firmosi një urdhër arrest dhe Emiliano Shullazi me disa prej antarëve, domethënë shkaktoi një përplasje shumë të fortë, më pas pati përplasje dhe brenda prokurorisë në kohën që u shpall pretenca për Emiliano Shullazit, po përfundimisht Gilmando Dani e përfundoi dënimin në tetor të vitit 2024 dhe ka lënë në atë kohë burgun e Rogozhinës, pra sepse aty ishte në fund fare. Nga ajo kohë ka ruajtur një profil shumë të ulët, pra nuk ishte përfolur më për lidhje apo për ngjarje nga ato që ne kemi raportuar, por nga ana tjetër kundërshtarët e shikonin atë si me këmbësin e Emiliano Shullazit. Ka bërë gjatë këtij viti ka qëndruar shumë i tërhequr, ishte në prag të martesës me një arkitekte dhe pjesën më të madhe të kohës e jetonte thuajse jashtë vendit, për shkak kryesisht qëndronte në Barcelonë. Pra ikte vinte, po që pjesën më të madhe të kohës, pra duke sikur kishte bërë një hap pas në gjithë këtë historinë dhe ndoshta për shkak të moshës 47-48 vjeçar, një pjesë të madhe të kohës, pra në 15 vitet e fundit, është shoqëruar me 10 herë, ju bën 2 atentate mafioze, njëri në derën e shtëpisë, tjetri pra në 2011-2015, dhe në këto 15 vitet e fundit, duke qenë se kishte një jetë shumë të trazuar, i arrestuar, i dyshuar për ngjarje të rënda, i dënuar e tjera me radhë, vitin e fundit ishte tërhequr, por kundërshtarët me sa duket kanë dhëna tjera që ai ishte më këmbës dhe njeriu më besnik i Emiliano Shullazi. Absolutisht që po. Por, unë ta bëra pyetje në fillim, ai e ka mbaruar dënimin e tjera, por pas kësaj unë kam një pyetje tjetër që është më e rëndësishme se kjo. Ka dyshime që ky mund ta ketë vazhduar edhe pa profilin që ju thash, profilin e ulët që ai e ka vazhduar, apo ai ka ngrënë plumbin atje për shkak të atyre që ka bërë vite më parë? Unë kam dyshime që Gilmando Dani, dhe më saktë jo unë, po policia dhe prokuroria ka dyshime, se ne tek burimet varemi, që pavarësisht profilit jo shumë publik, ai ka vijuar të jetë njeriu më besnik i Emiliano Shullazit. Dhe në informacionet që policia ka marrë së fundmi, ditët e fundit përpara se të vritej, vetë Emiliano Shullazi përmes njerëzve të tij besuar, për arsye që mbetet për t'i sqaruar në dëshminë që do t'jap nga burgu, e ka informuar atë që të kishte kujdes për jetën, por me sa duket Gilmando Dani nuk ka marrë masat e duhura për të ruajtur, sepse po ta shikosh, ai ka ardhur unë brome kam sqaruar, në fakt, edhe kur ka hyrë me syze, në fakt ai kishte vënë syze optike, nuk kanë qenë syze, se më pyetën si ka mundësi që ka kaluar në skaner, se ka kaluar tek pjesa elektronike. Do më thonë, me kapelen në kohë, ka hyrë qetësisht në makinë, nuk ka patur makinë blinduar, ka qenë e pavërtet, makina ka qenë thjesht e përforcuar me këtë plasmasin, Sokol, mund të më ndihmosh? Gjam vulkanik quhet. Është një gjam vulkanik që vendoset. Duke qenë se makina është shumë luksoze prodhimi fundit, ai gjam vendoset që ti nuk mund t'ja vjedhësh, domethënë para sigurie që ti nuk mund t'ja vjedhësh me një goditje xhami, nuk thyet dot. Është shumë e vështirë të hapur, por nuk ka qenë makinë blinduar. Çka do thotë nuk ka patur masa shumë të shtuara sigurie, në kuptimin që pavarësisht se ai ka pasur sinjalizime që i kanosej një rrezik. Pse konsideroj unë këtë ndër ngjarjet më të rënda të ndodhura ndër vitet e fundit? Së pari për vendin kur zgjedhur për të kryer, bëhet fjalë vetëm pak metra nga terminali VIP në aeroportin e Rinasit, jo më shumë se 200 metra nga hyrja kryesore. Aty qëndrojnë punonjës të Gardës Republikës te terminali VIP. Është një vend që pretendohet të ketë sigurinë më të lartë kombëtare. Ju e dini çfarë ndodhi pas grupit të Admir Muratit, pra pasi hyri grupi Admir Muratit dhe sulmoi brenda aeroportit në Pis duke marrë dhe miliona euro nga bordi dhe
bordi një avioni, dhe duke parë në këtë aspekt, duke parë personazhin kush ishte Gilmando Dani me shumë dritije në botën e krimit që ka dominuar në vitet e fundit, por duke patur parasysh që kishte në makinë edhe një agent të mbikëqyrjes policore, patjetër këto janë element, po të shikosh mënyra se si ata kanë vepruar, fakti që kanë qenë 3 qitës, pra kanë qenë 3 persona që kanë qelluar një herazi, e kanë dashur me çdo kusht të ekzekutuar. Fakti që janë fikur dritat përgjatë gjithë ditës atë ditë, dhe nuk ka patur përveç kamerave që janë ndezur të bizneset aty dhe të aeroportit, nuk ka pjesa tjetër kamerave. Ato kanë ndjekur një rrugë që është komplet e monitoruar ose më saktë e sigurt për t'u larguar. Do të thotë që ka qenë në këndvështrimin tim bashkëpunimi disa grupeve kriminale dhe një bashkëpunim shumë i sofistikuar në një nivel shumë të lartë. Me 2 fjali se s'dua të marrë më kohë kolegëve, ditën e sotme ka pasur një shkëmbim informacioni me Barcelonën, duke qenë se ai vinte pra sa po ka zbritur nga avioni Barcelon-Tiran, pra vetëm fill më pas është qelluar, dhe ka patur shoqërime të disa personave në zonën e Niklës, verifikime në zonën e Vlorës dhe disa persona të dyshuar në zonën e Kamzës. Por, shoqërimet nuk kanë dhënë një rezultat të madh. Cilat janë pistat kryesore që po hetojnë autoritetet? E dim këtë gjë? Përplasja dhe larja e hesapeve mes grupeve kriminale. Emiliano Shullazi ka kaq shumë përplasje në Durrës, në Tiranë, në Nikël. Është mjaft e vështirë të gjendet të... Shumë e vështirë dhe unë nuk besoj që është histori e një grupit vetëm. Unë mendoj që janë disa së bashku kundër Emiliano Shullazit. Fillon që nga gjobat, fillon që nga pastrimi parave, që nga çështja e drogës, që nga larjet e hesapeve, vrasjet e tjera me radhë. Pra është një histori e cila përveç se njerë duhet shkojmë urgjenci dosje në prokurorinë e posaçme, se ndoshta duke u kryqëzuar me përgjime apo me bisedat regjistruara, duke parë takimet e Emiliano Shullazit. Dëgjoj, duhet kemi parasysh që sfundmi në sektorin ku është Emiliano Shullazi ka shkuar një tjetër emër i njohur i botës krimit, Aldo Avdyli. Aldo Avdyli ka qenë për një kohë shumë të gjatë një ndër njerëzit armik i përbetuar Emiliano Shullazit. Çfarë i bëri këta 2 njerëz bashkë në të njëjtin sektor? Dhe të 2 deklaruan përpara autoriteteve që ne nuk kemi asnjë problem. Çfarë po ndodh aty brenda? Pra ka kaq shumë pikpyetje sa që unë nuk do të guxoja të thoja që është ky grup apo është ai grup. Bëhet fjalë për një sër problematikash dhe një sër përplasje shumë të forta që ka Emiliano Shullazi. Dgjoj, unë nuk e di çfarë do thotë drejtësia shqiptare, ama një gjë e di me siguri se i kam nxjerr vetë pamjet filmike dhe i kam publikuar në emisionin tim. Enver Stafuka është rrëfyer përpara se të zhduket. Është rrëfyer dhe ma ka pohuar vetë i vllai ndër të tjera në intervistë. Është rrëfyer nën kërcënim dhe dhunë përpara se të zhdukej pa gjumë dhe unë besoj që ai nuk jeton më, nuk e di çfarë ka ndodhur me trupin e tij, por ai nuk jeton më. Çka do thotë që Emiliano Shullazi edhe për shkak të informacionit që kishte, edhe për shkak të asaj kasete që diku e zotron, është parë gjithmonë si një person potencialisht shumë i rrezikshëm nga kundërshtarët. Kështu që është përpara prokurorisë janë shumë grupe që do duhet kalojnë në sit edhe për të parë cili realisht ka patur interes dhe pse pikërisht tani. Se Gilmando Dani kishte një vit që ishte i lirë. Pse pikërisht tani?